Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Sot ndodhemi në qendrën islamike shqiptare këtu në Harper Woods. Jemi në brenda muajit të shenjtë të Ramazanit në ditën e 14 të tij dhe takojmë Imam Shuaib Kërkurin për të folur me të mbi rëndësinë e këtij muaji të shenjtë. Do me thënin që ky muaj ka për besimtarët, pse duhet lutja, pse duhet falja, çfarë rëndësie ka lutja dhe falja gjatë këtij muaji, procedurat e këtij veprimi të shenjtë dhe rëndësinë e muajit të Ramazanit dhe do ndalemi pak edhe të rëndësinë e librit të shenjtë të Kuranit, zbritjen e tij në natën e Kadrit dhe do me thënin dhe rrugën se si Kurani i ka ardhur besimtarve nga i madhi Zot. Imam Shuaib Kërkuri, gëzuar kaloni një Ramazan sa më të lehtë, siç thuhet, por natyrisht në këtë muaj të Ramazanit kuptimi dhe tek agjërimi dhe tek një nga shtyllat e Islamit që është agjërimi, është rriten ndjenjat e besimtarve. Ju na thatë në një bisedë paraprake që keni besimtarë që vinë çdo mbrëmje ose në mëngjes për të bërë faljet e rastit. Si përshkon ky muaj i Ramazanit dhe çfarë rëndësie ka muaji i Ramazanit? Leoni, fillimisht ju falenderoj për ardhjen tuaj, televizionit tuaj këtu për të paraqitur aktivitetet tona. Ashtu si thatë, jemi brenda muajit të bekuar të Ramazanit. Është muaji i 9 i kalendarit islam. Është muaj i cili dallohet prej muajve të tjerë. Është muaji i agjërimit, muaji i zbritjes Kuranit, muaji i devotshmërisë. I madhi Zot në librin e tij të shenjtë përmend kur flet për agjërimin, thot: o ju që keni besu, agjërimi është bërë obligim për ju, ashtu si është obligim edhe për popujt para jush. Pra na bën me dije se agjërimi nuk është diçka e re që ka ardhur me profetin Muhammed a.s., po agjërimi ka ekzistuar, i ka ardhur edhe profetëve të tjerë, edhe Isait apo Jesus a.s., edhe Musait, edhe profetëve të tjerë. Pra agjërimi është diçka që është praktikuar edhe nga pasues të librave para ardhjes së Kuranit. Dhe mandej vazhdon citati, thotë që të arrini devotshmërinë, që të afroheni te Zoti. Pra qëllimi i agjërimit është afrimi më tepër te Zoti. Besimtarët musliman, muajin e Ramazanit e presin me padurim. Nëse shiqojmë gjeneratat e hershme, muaj para se të vinte muaji i Ramazanit, luteshin: o Zot, na mundëso që ta presim muajin e Ramazanit. Dhe kur përfundonte muaji i Ramazanit, luteshin 6 muaj tjerë: o Zot, na i prano veprat që i kemi bërë gjatë muajit të Ramazanit, agjërimin, faljet, bujarinë e tyre dhe mirësitë që i kanë bërë gjatë këtij muaji. Pra tër viti ka qenë i lidhur me Ramazanin. Paraardhjes tij duke u lut: Zot, na mundëso që ta presim. Gjatë muajit Ramazanit janë përkushtuar në mënyrën më të mirë të mundur dhe mas muajit Ramazanit prapë janë lutur: o Zot, na prano muajin e bekuar. Pse është kjo? Është sezon e veçantë për besimtarët musliman. Profeti ynë Muhamedi a.s. thot: ai i cili agjëron muajin e Ramazanit me besim në të madhin Zot dhe me shpresë në shpërblimin e tij, do të del prej muajit Ramazanit me gjitha mëkatet e falura. Mandej vazhdon në një vend tjetër, thot: ai i cili falet gjatë netëve të muajit Ramazanit me besimin në Zotin dhe shpresë në shpërblimin e tij, del nga ky muaj me të gjitha mëkatet e falura. Pra gjatë muajit të Ramazanit ka 2 aspekte për besimtarët. Pra agjërimi edhe lutjet e mbrëmjes. Si koordinohen këto dhe si kryhet procesi i agjërimit? Agjërimi është abstenim prej ushqimit, pijes, apo çka do që mund të futet në trupin e njeriut, prej agimit deri në perëndimdiellit. Agjërimi duhet bëhet me një jep të caktuar.
jo për të humbur peshë, jo për të arritur në një qëllim tjetër, jo për sy e faqe. Agjërimi, njeti i agjërimit bëhet që po e bëj vetëm për Zotin, për të arritur kënaqësinë e Zotit. Mandej ana shëndetësore, ana tjerë është byproduct, si pasojë e saj vjen, po qëllimi apo njeti i besimtarëve është që të arrijnë kënaqësinë e Zotit dhe të arrijnë devotshmërinë. Pjesë e devotshmërisë është pra një njeri i cili agjeron, ai edhe lutet më tepër, edhe i përkushtohet Zotit më tepër, ka një ndjenjë të veçantë gjatë muajit Ramazanit, kështu që përveç agjerimit, besimtarët edhe ata që ndoshta gjatë vitit nuk e praktikojnë rregullisht faljen, gjatë muajit Ramazanit i sheh që janë më të përkushtuar, ndoshta gjatë këtij muaji fillojnë edhe praktikojnë 5 faljet e ditës që janë pjesë e fesë tonë, e sidomos faljen gjatë natës, ku kemi një numër mjaft të madh këtë vit, pra për çdo vit vije duke u shtu numri atyre që vijnë në faljen e teravive, dhe kjo besoj është edhe për shkak të shkurtimit ditës, fillojmë më herët faljen dhe njerëzit kanë kohë që të falen dhe të kthehen të kenë kohë për të pushuar, sepse siç e dim të gjithë punojnë dhe kur sa ishte dita shumë e gjatë, ishte e vështirë që të vinë edhe namaz natës, ngriten mëngjes herët për të ngrënë ushqim dhe të shkojnë punë, pra kishte pak kohë për pushim. Me afrimin ka dimrit muajit Ramazanit, kjo ka ndryshuar dhe si pasojë kemi shumë njerëz që vinë për me i falë taravih. Më kujtohet një ngjarje anekdotike, ishte Olimpiada dhe ishte një vrapues i cili duhet të bante Ramazan edhe të vraponte dhe ishte mjaft e vështirë për të, për arsye se kërkonte energji më tepër. Megjithatë, për rastet veçanta në Kur'an apo në rregullat islame thuhet që personat cilët janë sëmur mund të shmangen Ramazanin. Si qëndron kjo? Ka domethënë rregulla të caktuara. Agjërimi është obligim për gjithë ata që janë moshëritur, të shëndetshëm dhe nuk janë udhëtar. Për njerëz që janë të smur, nëse personi është i smur me një smundje të shkurt, mund ta prish agjërimin për 2-3 ditë, ato i zaventson me ditë jashtë Ramazanit. Po nëse ka smundje kronike, e cila ajo smundje ndalon për agjërimit, atëherë ai edhe mas Ramazanit do të jetë i smur. Kështu që nëse ka mundësinë financiare, kërkohet prej tij për çdo ditë që nuk ka mujt të agjëroj, të ushqej nga një të varfër. Është një shumë e caktuar, vitrat, dhe jep nga një vitër për çdo ditë që nuk arrit të agjëroj gjatë muajit Ramazanit, nëse ka mundësinë financiare. Nëse gjendja e tij financiare nuk është e mirë, pra është lirohet komplet. Gratë shtatzana, gratë që kanë lindur fëmijë në moshë, pleqë në moshë të shtyrë, të cilëve mund t'ju dëmtoj shëndetin agjërimit, të gjithë janë të liruar. Gjithashtu edhe udhëtarët është një kategori tjetër që nëse personi është udhëtar dhe agjërimi i tij e pengon apo bëhet i vështirë agjërimi gjatë udhëtimit të tij, Zoti e ka liruar edhe atë dhe mas Ramazanit duhet të plotësohen ato ditë që janë prish apo që është prish agjërimi. Gjatë këtij muaji është edhe nata e Kadrit, kur vjen thuhet libri i shenjtë Kurani, zbret Kurani. Në një bisedë paraprake më sqaruat se si ka zbritur nga Muhameti në tokë nëpërmjet zbritja e Kuranit apo ardhja e profetit. Profeti alayhis salam ishte moshën 40 vjeçare kur i erdhi zbritja. Siç e dim prej historisë, profeti Muhamedi alayhis salam para se të lindet, babai kishte ndruar jetë. Në moshën 4 vjeçare i ndron jetë edhe nëna. Ai merret prej një nëne tjetër apo një kujdestare dhe edhe kujdeset e nxjerrin jashtë Mekës, që kujdeset që të rritet me traditat arabe, tamam se në Mekë kishte njerëz edhe nga jashtë që vinin dhe donin që ai ta mëson gjuhën e pastërt dhe të mos indoktrinohej apo mos futen në gjuhën e tij fjalë të gjuhëve të tjera, apo gjuhës jo të pastër arabe që ishte në Mekë. Kur mbush moshën 40 vjeçare, në natën e Kadrit, në natën e 27 muajit Ramazanit, përderisa ishte në një shpellë në një kodrin afër Mekës, ku u largohej dhe meditonte.
në atë vend shkonte shpesh dhe nga njëherë qëndronte me ditë të tëra. Duke pa situatën e njerëzimit, duke pa situatën e njerëzve, se si ata ishin katandisur në adhurimin e gjanave të pa dobi, siç ishin idhujt, figurat e ndryshme i besonin si zotna, për te ajo nuk kishte kuptim edhe donte ta dinte cila është e vërteta. Pa planin e tij, pa dijenin e tij, në natën e 27 i vije profeti, engjulli Gjibril apo engjulli Gabriel, që i ka ardhur edhe profetëve të tjerë, edhe fjalën e parë që ja thot lexo. Profeti nuk dinte në shkrim lexim, dhe pse ishte në mesin e një rrethi ku ishin shumë të ngritur në anën gjuhësore. Prapi thot engjulli lexo, thot nuk di të lexoj, mandej thot lexo në emër të Zotit tënd i cili ka kriju gjithçka. Ka kriju njeriu prej një gjaku të ngjizur, e ka mësuar njeriu ata që nuk e dinte, e ka mësuar se si ta përdor penën. Dhe nëse e shohim, fjala e parë që i vije profetit alayhissalam është lexo. Leximi është ai që bën të ecësh përpara. Dhe gjëja e parë që përmendet aty, përmendet e mësoj si ta përdor penën, lapsin. Pra leximi dhe shkrimi janë këto që çojnë përpara dhe këto janë dy gjanat që përmenden në takimin e parë të engjullit Gjibril me profetin Muhammed alayhissalam, edhe pse ai ishte një person që nuk dinte shkrim lexim vet. Dhe Zoti deshi që të jetë kështu. Që më vonë të mos kishin arsye njerëzit apo kundërshtarët thonin se ai ka qenë një filozof, ka qenë autori shumë libra, ka shkruar një libër punë e madhe. Jo, ai nuk dinte as shkrim lexim. Megjithatë, i vije Kurani, i cili ati popull që ishte aq i avancuar në atë kohë në shkrime që shkruanin poezinë më të mire, varnin në Çabe për një vit dhe marrnin simpoziume, në vitin tjetër zgjidhnin poezinë tjetër më të mirë të vitit. Vije një person i cili nuk dinte shkrim lexim edhe vjen me shkrime apo me thënie për cilat befasohen populli, habiten. Mandej më vonë, Kurani ju shpall gara. Aty në Arab thotë, nëse nuk besoni se është prej Zotit, sjellni një Kur'an sikur është ky. Mandej thotë, nëse nuk besoni se është prej Zotit, sjellni 10 kaptina sikur janë në Kur'an. Dhe në fund ju thotë që me i lënë pa asnjë argument, thotë, nëse dyshoni se është prej dikujt tjetër, jo prej Zotit, atëherë sjellni vetëm një kaptinë sikur janë kaptinat e Kuranit dhe thirrni dëshmitar tuaj që dëshmojnë se keni pru diçka të ngjashme me Kuranin. Mandej thotë, nëse nuk e keni bërë deri tash, e nuk do të arrini kurrë edhe në të ardhmen të bëni diçka të tillë si Kurani, keni frikë dënimin cili është përgatitur për ata që mohojnë. Pra keni çdo argument para jush që ky nuk është prej Muhamedit, se Muhamedi nuk dinte shkrim lexim, është prej Zotit. Po shihni stili i tij është i parritshëm, nuk ka njeri që mund të sjellë qoftë edhe një varg të ngjashëm me ato që janë këtu. Janë dëshmitar sot, domethënë që 1400 e sa vite nuk ka arrit askush sjell diçka të ngjashme. Atëherë keni frikë sepse po mohoni diçka që i Madhi Zoti ka zbrit për ju këtu. Kthehemi te nata e kadrit. Fillon zbritja e Kuranit. Vin 5 versetet e para. Po në atë natë zbret Kurani i plot prej Lauhi Mahfuz që është vend afër Zotit në qiellin e kësaj bote. Mandej, domethënë vjen si libër i plot në qiellin e kësaj bote dhe prej qiellit kësaj bote si mas nevojës, si mas rastit, versete vijnë për 23 vite derisa kompletohet komplet libri që e kemi këtu përpara 600 e sa faqe, një libër që i Madhi Zot, i cili ka zbrit edhe Tevratin apo Torën, i cili ka zbrit edhe psalmet e Davudit, i cili ka zbrit edhe Vjatën e Re, ka zbrit edhe Kuranin, por me që njerëzit, librat e mëhershëm për shkak të rrethanave apo situata në cilën ishin, nuk e ruajtën origjinalin, gjuhët në të cilat ato libra zbritën, vdiqën dhe nuk janë gjuhë të gjalla, Zoti i Madh në Kuran tha këtë mesazhin e fundit, i cili është zbrit për njerëzimin, këtë do ta ruaj unë. Pra edhe nëse mundoheni ju ta ndroni qoftë një shkronjë të vetme, apo ta shtoni një shkronjë të vetme, nuk ka mundësi. Kurani i zbriti një njeriu, profeti, i cili nuk dinte shkrim lexim. Po në rrethin e tij kishte shkruesit e Kuranit, që ishin të posaçëm, çdo verset që vinte ata e shkruanin. Dhe profeti u tregonte ky verset apo këto verset apo kjo kaptin vendoset në këtë vend.
Dhe për 23 vite duke u plotësohet komplet. Ai u shkruante nga shumë njerëz dhe u mësonte përmendsh nga qindra e qindra të tjerë. Kështu që prej kohës profetit deri në kohën tonë sot, asnjëherë Kurani nuk ka qenë larg durve të njerëzve. Nuk ka qenë pronë e dietarëve siç ka ndodhur me disa libra përpara që vetëm njerëz autorizuar kanë pas mundësi ta kenë. Kurani nuk është ashtu, ka qenë dorë të njerëzve, është lexuar gjatë namazit për çdo ditë me qindra vite, sot pas 1400 vite vazhdon ajo traditë dhe në botë sot kemi dikun numër të hafizëve të Kuranit apo atyne që din përmendsh Kuranin është më i madh se sa krejt popullata e Michiganit. Pra janë dikun rreth mes 9 edhe 10 milion njerëz që e din komplet Kuranin prej as deri në zë. Sikur ka pasur një ndalim për përkthimin e Kuranit fillimisht apo jo? Kam gabim? Jo, asnjëherë nuk është ndalu. Mund të ketë keq kuptime. Kuran quhet vetëm ajo që është në gjuhën arabe. Po. Kurse përkthimi është përkthim i kuptimit të tij. Nuk quhet ai që është në shqip, vetëm në shqip apo në çfarëdo gjuhë të botës, çdo gjuhë të botës është përkthyer, nuk quhet Kuran, është përkthim i kuptimeve të Kuranit. Pra, jo Kurani i mirëfillt. Jo Kurani. Kurani është vetëm në gjuhën arabe. Dhe këtu pak një shpjegim se shumë njerëz thonë pse vetëm gjuhën arabe. Kurani, libri i fundit i shejt, është mrekulli në stilin e tij. Është i parritshëm. Unë kam kontakte edhe me arab të krishterë. Dhe kur i pyes për stilin, thotë është i parritshëm. E din edhe ata. Pra ka shumë të krishterë që e din gjuhën arabe, po janë të krishterë, kanë vazhduar traditën e tyre. Është i parritshëm në stilin e tij. Është i parritshëm në kuptimet e tij. Kuptimi i Kuranit për shumë gjëra që flet Kurani, vetëm në shekullin 19-20 njerëzimi i ka zbulu. Flet para 1400 viteve. Qoftë në lidhje me embrione apo krijimin e njeriut, qoftë me galaksi, qoftë me kodra që i përmend Zoti se si e mbajnë atë rruzën toksor të e forcojnë. Ka në oqeanet, atje ku nuk mbrin drita, Kurani jep shej për to, dhe 100% çdo herë është i saktë. Dhe kur i shohin dietar si ka mundësi një njeri para 1400 vite në një vend ku nuk kishte gjëra të tilla që dieshin, si ka mundësi të jetë i saktë 100%. Pra kuptimi i tij është mrekulli, fjala, mënyra e shprehjes është mrekulli, është prej Zotit, të dyja janë. Kurse nëse e përkthejmë Kuranin në gjuhë tjetër, atëherë ajo ana gjuhësore humbet, mbetet vetëm kuptimi, edhe kuptimi mbetet aq sa ka mujt më kuptu përkthyesi. Se duhet ceku edhe diçka tjetër. Tash me inteligjencën artificiale, me kompjuter mund ta pyetsh sa herë përmendet një fjalë e caktuar në Kur'an. Edhe tash po zbulohen çuditëra të tjera që përpara nuk i kanë ditë. Përmendet një fjalë dhe kundërta asaj numër të barabartë, nxehtë apo ftoft. Angel apo djallë. Burr apo grua. Përmendet dita. Dita 365 herë, eksakt. Si është planifikuar që të përmendet 365 herë, aq ditë sa ka viti. Përmendet muaji vetëm 12 herë. Viti ka 12 muaj, përmendet 12 herë. Zoti në Kur'an thot shembulli i Isait apo Gjizit është sikur se shembulli i Ademit. Të dytë Zoti i ka kriju. Ademin e ka kriju pa ndërhyrje të mashkullit apo femrës, se njeriu e parë. Isain e krijon pa baba, vetëm me nën. Edhe janë ngjashëm. Kur shihen se sa herë janë përmend Ademi, sa herë përmend Isai, numër të barabartë. Është e habitshme kur gjëra të ndryshme, kur i sheh aty se sa janë përmend edhe si janë përmend, është e pa imagjinueshme që jo, është për mua është habitshme se dia dhe këto gjëra janë të fundit sepse inteligjenca artificiale ka lejuar që të krahasohen. Këto krahasime, përmendet toka edhe uji, sipërfaqja. Në përqindjen atë sa është tokë, rreth 30% të përmendjeve dhe 70% që është sipërfaqja e ujit përmendet aq herë përmendet uji. Pra tash studimet e reja tregojnë që këtu ka gjëra shumë të reja që ne njerëzimi nuk i ka kuptuar më herët, po i kupton sot. Është profeti ynë Muhamedi alayhis salam, ja u tërheq vrejtjen
Atëherë thot, do ta përcillni ashtu si ka ardhur. Ndoshta ju nuk e kuptoni sot shumë gjana, mund të mos i kuptoni ju sot, po do të vinë gjenerata më vonë që do ta kuptojnë vërtetësinë se ky është libri i Zotit. Përmendet kur flet Zoti për ringjalljen. Po thot, kemi mundësi të ringjallin, edhe fingerprints t'ja u përsosim ato që i keni në këtë botë. Ato e thot para 1400 e sa viteve. Fingerprints është vonë që kemi marrë vesh që asnjë njeri nuk i ka ngjashme. Janë ngjashme, vetëm për një person. Shkencëtar të galaksisë apo kur e lexojnë Kuranin dhe shehin ato çfarë shohin në Kuran, thonë kushdo që e ka thënë këtë, i din gjitha fshehtësitë e universit. Ju paraprakisht kur diskutonin bashk, trajtuat një problem se si ka ardhur Kurani, po e lidhet me thënjet e profetit për ndalimin e alkoolit. Edhe është interesante edhe për teleshikuesit për ta ditur këtë gjë. Kurani nuk i ka ardhur profetit Muhammed a.s. për një si libër komplet. Ka marrë 23 vite. Prej shpalljes tij profet në natën e Kadrit, kur ai i kishte 40 vite në moshën e tij, 13 vite qëndroi në Mekë, mandej vazhdoi u largu apo u detyru të largohet në Medinë dhe atje 11 vite. Gjatë tërë kohës ka vazhdu Kurani t'i vije. Kurani ka marrë 23 vite kompletimi i Kuranit. Pjesët e Kuranit që kanë zbrit shpeshherë simas ngjarjeve që kanë ndodhur, apo simas kërkesave të njerëzve. Ka pas ndonjë pyetje të caktuar për njerëzve, edhe e sheh shpesh në Kuran ku thotë të pyesin ty në lidhje me, për shembull, alkoolin, të pyesin ty në lidhje me një çështje tjetër. Edhe sheh kjo yeselunaka anil khamri, për shembull, pyesin ty për pijet alkoolike, thuaju. Ky është rregulli. Thuaju këtë. Në lidhje me shumë çështje, Kurani apo Zoti ka dashur që t'i edukojë njerëzit në mënyrë graduale. Sikur të kishin ardhur rregullat e fundit në fillim të zbritjes Kuranit, do të ishte e pamundur, thonë shokët e profetit, që t'i zbatojmë. Shembulli alkooli. Kanë ardhur 4 versete të ndryshme derisa sa ka ardhur i fundit që më ndalu. Fillimisht ka ardhur verseti që jo ka bë me dije që alkooli nuk është më e mira, që ai konsiderohet diçka më e mira tek arabët, edhe thot ju prodhoni prej hurmave sheqer në reshel në ndryshme, po e lënë jashtë alkoolin. Edhe më një herë njerëz të mend që thonë pse nuk është e përmendur kjo më e mira, ne e konsiderojmë. Më vonë vjen verseti tjetër për cilin pyetet profeti Alesam, thot në alkool apo në pije alkoolike ka dobi edhe dëm, po dëmi është shumë më i madh. Dobi ka për ata që bëjnë tregti që po dëmi është shumë më i madh sepse ata që e pinë do të dëmtohen. Kështu që njerëzit e mençur fillojnë me kuptu ngadalë se dëmi ka më i madh se sa dobia, atëherë duhet distancohen në një farë mënyre, po nuk ishte ndaluar. Mandej ndodhi një ngjarje tjetër kur një grup njerëzish, shokë të profetit, kishin ngrënë, po kishin pi edhe alkool. Dhe kur ngriten më u fal, në ndikimin e alkoolit, gjatë leximit Kuranit, ai i shtrembron ajetet e Kuranit, ishte kaptina kul ya ayyuhal kafirun. O ju që nuk keni besu, ne nuk adhurojmë ato që adhuroni ju. Po. Kurse ky e ndron thot ne adhurojmë atë që adhuroni ju, edhe ju adhuroni atë që adhuroni. Domethënë ndron kuptimin komplet të asaj edhe vjen ajeti i Kuranit tjetër që thot la taqrabu salata wa antum sukara. Mos u afroni në namaz derisa jeni në ndikimin e alkoolit. Por prap nuk ishte i ndaluar. Dhe njerëzit me që falen 5 herë në ditë nuk kishin kohë të pinin alkool se nuk mund të largohej ndikimi i tij dhe pinin vetëm gjatë natës. Dhe kur vije verseti i fundit i Kuranit, i cili sqaron alkoolin, sqaron edhe gjëra të tjera, thotë ja ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan. Thotë o ju që keni besu, pijet dese, bigjozi, çitja fall, janë prej punëve të ndyta të djallit. Atë shejtani në mora vesh. Largoni prej tyre nëse doni të jeni të shpëtuar.
Domethënë, edhe folja që përdoret feqë një buhu është mënyra më e rreptë e largimit, që të mos afrohesh qoftë edhe me biznes, qoftë edhe me ndihmë në çfarëdo mënyre për alkoolin, domethënë futesh në grupin e atyre që janë të padëshiruar apo janë gjunaqar apo mëkatar. Kështu që duhet largohesh prej gjitha atyre, përndryshe nuk je i pastër. Gjatë muajit Ramazanit tash, kujdesi duhet jetë shumë më i madh edhe në atë drejtim, domethënë nëse ka prej atyre që mund të bëjnë biznes me këtë. Është shumë interesante historia e Koranit, sikurse edhe përmendet, por të kthehemi tashmë tek besimtarët. A kanë të vështirë, për shembull, kur kanë për të mbajtur agjërimin, si duhet veprojnë, çfarë ushqimesh të hanë? Ushqimet janë ushqimet e zakonshme. Gjatë Ramazanit familjet kujdesen më tepër që të ketë ndoshta ushqim pak më kualitativ, sepse janë më të uritur. Ramazani ka bekimet e tij, është familja shumë e afërt mes vetë gjatë muajit Ramazanit. Jashtë Ramazanit nganjëherë është e vështirë që të gjithë të hanë në të njëjtën kohë, dikush ka ndonjë punë tjetër, gjatë Ramazanit mundohen që të gjithë jenë në truezë për të prishë iftarin apo për të filluar kohën e iftarit. Zakonisht është sunet domethënë traditë e profetit, fillohet me një hurme, mandej ujë, mandej vazhdohet me ushqimin. Pra hurmja është ushqimi që është i preferuar për me prish iftarin. Po kjo nuk do të thotë se nuk mund të prishet me tjera, është krejt normale me çfarëdo që njeriu ka e prish iftarin apo fillon ushqimin me te. Përmendet iftarin, më thatë që shpeshherë mblidhen këtu gjatë këtij muaji. Gjatë vikendeve ka, domethënë, për çdo të diel kemi iftar të përbashkëtu në xhami. Vinë me qindra njerëz, të cilët dikush e sponsorizon. Shpeshherë ndoshta edhe nuk do as emrin mia përmend, dhe të tjerët të ftohen dhe ka iftar. Njerëzit vinë, bajnë iftar me familjet e tyre, kryejnë edhe faljen. Kështu që është një muaj që i bashkon edhe njerëzit edhe në ushqim disa herë, domethënë gjatë muajit të dielave. Kanë mbetë edhe 2 diela, ata që na ndihmojnë, unë i kisha ftuar që këtë diel që vije, edhe kanë mbetë edhe 2 diela, le të na urdhërojnë dhe të bëjmë iftar së bashku dhe të lutemi së bashku. Është edhe një gjë tjetër duhet përmendi që për iftar nuk vinë vetëm muslimanët, vinë edhe të tjerët. Domethënë iftojmë kushdo që do, kemi shoqëri, kemi njerëz, kemi fëmijë që do të dinë se çfarë si besojmë dhe iftojmë, vinë, bëjnë iftar bashkë me neve. Bile kemi një rast tash iftari që vjen, është i sponsorizuar prej një personi i cili nuk është musliman. Bravo, qoftë. Është një afrim mes njerëzve, domethënë nëpërmes ushqimit, nëpërmes ndejjes. Ne do të jemi këtu edhe në festat që vijojnë në natën e Kadrit edhe ditën e Bajramit. Nata e Kadrit është të dielen me 15 mars. Do kemi iftar këtu. Ju ftojmë që të vini, t'i takoni njerëzit edhe të bëni një program të mirë. Ftoj edhe njerëzit që na shohin sa që shohin këtë program, nëse kanë mundësi, le të vinë. Ajo natë është më vlefshme se sa 1000 muaj në fen tonë. Thot i Madhi Zot, Lejletul Qadri khairun min alfi shahr, nata e Kadrit është më e vlefshme se sa 1000 muaj. Pra është nata në cilën ka zbrit apo ka filluar zbritja e Kuranit, nata ata që agjërojnë ditën, falen gjatë natës, prapë Zoti ka premtuar nëpërmes profetit tij se do t'i kenë gjunahet apo mëkatet e falura. Është çdo veprim që bëhet gjatë asaj nate konsiderohet sikur e ke kryer atë për një jetë njeriu. Nëse dikush jep një donacion në natën e Kadrit, dietar thonë është sikur e ka kryer për 1000 muaj njëjtën punë të mirë në vazhdimsi. Kështu që është rast i mirë të gjithë besimtarët muslimanët mos e humbin atë, po të vinë paktën natën e Kadrit të kryejnë faljen. Nëse s'kan mundësi të vinë për iftar, le të vinë për falje mas iftarit edhe të jenë prezent në xhami, sepse është natë tepër e vlefshme. Nuk e humb vlerën e saj vetëm ai që nuk është me fat, kisha me thënë kështu. Atëherë, t'ju urojmë të gjithë besimtarve musliman ta kalojnë Ramazanin sa më mirë, me sa më pak
shqetësime për shkak të agjërimit, për të lartësuar, për të bërë musliman të devotshëm, për të kryer atë çka është një nga shtyllat kryesore të Islamit, agjërimi, i cili i shërben atyre afrimin tek Zoti dhe pastrimin nga mëkatet. Ju faleminderit për bisedën. Faleminderit shumë, faleminderit për ardhen, edhe unë uroj që të gjithë besimtarët që kanë fillu dhe vazhdojnë ta kryejnë në mënyrën më të mirë të mundshme agjërimin apo përcjelljen e këtij muaji të bekuar, siç thash edhe më herët, ata që agjërojnë këtë muaj dalin me besimin në Zotin dhe shpresën në shpërblimin e tij, dalin prej këtij muaji pas një mëkat. E ata që falen gjatë netëve të këtij muaji, prap me besim në Zot, shpresë në shpërblimin e tij, do dalin prej këtij muaji pas një mëkat. Përpara e kemi 10 ditëshin apo 10 natëshin e fundit muajit Ramazanit, në cilin është edhe nata e Kadrit, që parashihet jetë të dielen me 15 mars. Mundohuni, edhe nëse nuk keni pas mundësi të agjëroni pjesën tjetër të Ramazanit, atë ditë të agjëroni dhe të vini të falni, sepse është natë me vlera shumë të mëdha, cilën besimtari nuk duhet ta humbë. Urime edhe njëherë, agjërim të lehtë, të pranuar te Zoti, dhe inshallah dalim prej këtij muaji ashtu siç edhe jemi premtuar që të jemi të falur prej gjitha mëkateve. Faleminderit. Faleminderit dhe ju.